Protesta e tretë e Partisë Demokratike që u mbaj dje përpara kryeministrisë u shoqërua me molotov dhe fishek zjarr drejt godinës së kryeministrisë. 16 efektiv të policisë ngelen të lënduar sipas njoftimit të policisë dhe 21 persona janë arrestuar. Në njoftimin e policisë thuhet se në vijim të veprimeve hetimore dhe procedurale të kryera në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë mbi tubimin e zhvilluar më datë 10/2/2026 në bulevardin Dëshmorët e Kombit, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë numër 1 arrestuan në flagrancë 21 shtetas për veprat penale, goditja për shkak të detyrës, plagosja e rënë me dashje, prishja e rendit dhe qetësisë publike, shkelja e rregullave mbi lëndët plase dhe djegse, shkatërrimi i pronës me zjarr dhe kundërshtimi i punojësit të rendit publik. Policia njofton se përveç të arrestuarve janë vënë në hetim edhe 5 antarë të Partisë Demokratike, mes tyre sekretari organizativ Ervin Minarolli, si dhe 4 deputetët Belind Këlliçi, Flamur Noka, Kleviz Balliu dhe Luan Baçi. Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar 22 molotov të pashpërthyer dhe 3 shishe me lëndë të dyshuar djegse benzinë që janë gjetur nga shërbimet e policisë afër kuvendit. Si pasojë e përplasjeve, mbi 30 persona janë shoqëruar në komisariat për verifikime, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë ngjarjes.